Kanë kaluar tashmë 4 ditë që nga tragjedia në qafën e Burrelit, ku 29 vjeçari Ardit Beshiri mbeti i bllokuar nën një masiv kromi, por kërkimet për trupin e tij vazhdojnë pa rezultat. Dhimbja dhe ankthi rritën çdo orë që kalon, ndërsa babai i tij, Nerim Beshiri, i rënuar nga dëshpërimi, ka bërë një tjetër thirrje publike drejtuar institucioneve shtetërore duke kërkuar me ngulm ndihmë. Kërkoj ndihmë nga shteti. Ti gjej vetëm njërin gishte ta çojë te shtëpia, te familja. Bëj thirrje që të cilin aparatura, skaner, qenë të specializuar nga jashtë, të gjej djalin ta çojë te shtëpia të dikut të vendosë një tuflule. Ka 3 ditë që vi me vëllezëri duke kërkuar me lopat, shprehet ai me lot në sy. Deri më tani kërkimet janë kryer vetëm nga të afërmit dhe familjarët e të rijut, ndërkohë kompania kineze që menaxhon menierën, sipas babait të Arditit, është distancuar plotësisht nga përgjegjësia dhe nuk ka ofruar asnjë ndihmë për operacionet e kërkimit. Ky është një moment që kërkon ndërhyrje urgjente nga shteti, jo vetëm për të gjetur trupin e Arditit, por edhe për të parandaluar edhe një tjetër tragjedi, pasi dhera të tjerë mund të rrëshqasin në çdo moment duke zënë poshtë persona që po gërmojnë me mjete rrethanore. Zëri i një babai të rënuar duhet të dëgjohet, drejtësia dhe dinjiteti i humbur nuk mund të mbesin në ndë.